sërish pas 50 vitesh në gjimnazin ku ke qenë dikur maturant? Po kemi një nostalgji njerë, sepse kujtojmë vitet të shkuara, të cilat neve kemi lënë pas, po dëshira për të erdhur prapë është shumë e madhe. Të pyes, nëse arrini do ta mbani mend, ka diçka që sa hyt në këtë shkollë ju duk kjo ka ndryshuar? Diçka që ndryshoi e para që ta zuri sy? Kolosale. Dëgjoj tash, kështu si strukturë është njësoj, po juve keni bërë, ne atyre kishim të tjera, domethënë ishte partia që e bënte, të juve keni bërë gjëra të bukura që tash i vetëm një vërejtje thashëm, domethënë duhet të gjeni foto të vjetra që të bëni, ka dhe biblioteken këtu, më duket. Po, e kemi dhe biblioteka. Atje më duket të pasaroni që edhe ne kur vim të shikojmë veten tonë si kemi qenë. Patjetër. E bëjmë këtë vërejtje dhe ja themi drejtoreshës qytetarë. Ishte kënaqësi që ju kishim në shkollën tonë. Shumë faleminderit ju.